Mirëdita nxënës dhe mirë se erdhet në e-klasa. Ne përsëri do të fillojmë me mësimin nga shtëpia, në distancë. Unë jam mësuesja Nora Zhuta Sela, mësimdhënëse pranë shkollës fillore komunale Zini Hani Velesh të Strugë. Do të jemi bashkë me nxënësit e klasave të dyta në lëndën Shkencat Natyrore. Tema drita dhe errësira. Njësia mësimore që do ta punojmë bashkë me ju është burimet e dritës. Atëherë nxënës, çfarë do të mësojmë? Në kësaj ore do të mësojmë se drita vjen nga burimet e ndryshme. Disa burime të dritës janë më të ndritshme se të tjerat. Çfarë është burimi i dritës? Sendet që shkëlqejnë nuk janë burim drite. Nxënës, shikoni rreth jush. A është ditë? A ka dritë në dhomë? Pra, imagjinoni tash se është natë. Si do t'i dallonit sendet pranë jush? Tashmë e di se ne na duhet dritë që të mund të shohim. Kur nuk ka dritë, është errësirë. Në jetën tonë, ne kemi shumë burime të dritës. Bashkë do të shikojmë disa burime të dritës. Kemi burimin kryesor i cili është dielli. Kemi një qiri, kemi burim drite edhe dritat e rrugëve, yjet që shikojmë gjatë netëve, kemi edhe një llampë elektrike, llampë nate. Të gjitha këto ndriçojnë. Por ç'mendojmë? Cila prej tyre është më e ndritshme? Më shumë ndriçon dielli, pra burimet e dritës ndryshojnë njëra nga tjetra. Njëra mund të ndryshojë më shumë, ndërsa tjetra më pak. Asnjëherë nxënës nuk duhet të shikoni drejt diellit, sepse mund t'i dëmtoni sytë. Çfarë është burim i dritës? Themi se diçka është burim i dritës kur prodhon dritë. Pra, vendi nga vjen drita është burim i dritës. Atëherë nxënës, kemi një fotografi ku zhvillojnë një bisedë djali dhe nëna. Nëna dëshiron që në oborrin e shtëpisë gjatë natës të ketë më shumë drita. Të lexojmë mendimin e nënës. Këto pasqyra shkëlqyese dhe topat e qelçit do ta ndriçojnë mirë rrugën. Djali, mendoj se nuk do të kesh sukses, nëna. Ato vetëm reflektojnë dritën, nuk janë burim drite. Atëherë nxënës, cili ka të drejtë? Pse? Të drejtë ka djali, sepse gjërat shkëlqyese nuk krijojnë dritë, por ato i reflektojnë dritën. Gjërat që shkëlqejnë nuk janë burimi i dritës. Atyre u nevojitet burim drite që të shkëlqejnë. Për shembull, fundi i një konserve është i rrumbullakët, shkëlqen dhe duket si pasqyrë pasi e reflekton dritën, por nuk kryen funksionin e pasqyrës ajo. Tjetër, janë edhe jelekët, veshjet e policëve. Ata e reflektojnë dritën dhe japin shkëlqim në errësirë. Atëherë nxënës, këtu kemi një biçikletë. Të shikojmë pse në biçikletë përpara ka dritë, ndërsa pas ka të ashtë quajturat sy mace. Sepse drita përpara na vjen në ndihmë që të shikojmë rrugën e errësirë, ndërsa sytë e macës e reflektojnë dritën dhe shërbejnë që të na shikojnë të tjerët që vinë pas. Atëherë, bashkë ne do të punojmë
rretho. Me të kuqe do t'i rrethojmë sendet shkëlqyese dhe me të kaltër burimet e dritës. Që mendoni, nxënës? Ti ndjeki me radhë. E para është një qiri, e cila besoj se tashmë e dini se me cilën ngjyrë duhet ta rrethojmë. A është burim i dritës apo është vetëm një gjë që shkëlqen? Është burim i dritës dhe e rrethojmë me të kaltërt. Këtu kemi jelekët e policëve, të cilat janë me të kuqe, sepse nuk janë burim i dritës, por janë vetëm sende që shkëlqejnë. Yjet janë burim drite, dielli gjithashtu burim drite dhe burimet e dritës i rrethojmë me të kaltërt, sepse këto prodhojnë dritë. Ndërsa këtu kemi disa kanaçe, të cilat nuk janë burim i dritës, por ato reflektojnë dritë kur u bie tyre dhe vetëm japin një shkëlqim. Atëherë nxënës, çka mësuam në kësaj ore? Mësova se drita vjen nga burimet e ndryshme. Mësova se çka janë burimet e dritës dhe se disa ndriçojnë më shumë e disa më pak. Po ashtu mësova se gjërat që shkëlqejnë nuk janë në burim i dritës, por ato vetëm e reflektojnë dritën. Nxënës, për detyrë shtëpie, në fletoret e punës duhet të rrethoni burimet e dritës. Tjetër, vizatoni disa burime të dritës, duke i radhitur ato nga ajo që ndriçon më shumë deri te ajo që ndriçon më pak. Nxënës, faleminderit dhe miru takofshim orë tjera mësimore.